Në radhë të parë, të falenderoj për komentin, kohën që ke marrë e ke shkruar dhe fjalët e mira. Në radhë të dytë, vëmendja që tregoni ndaj gatimeve dhe interesi që keni për të mësuar receta të ndryshme. Në radhë të tretë, më pëlqen shumë syri juaj kritik, por cili sy do thoshe ti? Ai që vini re çdo detaj në videot e mia, qoftë edhe furrën nëse është e pastër apo jo. Komentet të tilla janë pafund në videot e mia sa herë që postoj receta me gatime që i bëj në furrë. Zonja të ndryshme më pyesin shpesh, po si ka mundësi që e mban furrën kaq të pastër me gjithë këto gatime që bën ti? Dhe kjo për faktin se sa herë që filmoj video, nuk mundohem ta shmang furrën asnjëherë. Nuk është se përdor ndonjë gjë të veçantë për pastrimin e furrës, por parimi im është, nëse gatuan dhe furra është përpis, pastroje direkt dhe mos e lër derisa të arrijë në një pikë që të kesh frikë dhe të fillosh e ta pastrosh. Unë furrën e përdor shumë, pothuajse çdo ditë, por njëkohësisht edhe e mbroj shumë, por si do thoni ju? Në përgjithësi, gatimet e langshme mundohem që t'i gatuaj me kapak ose jo në temperaturë shumë të lartë. Në përgatime nuk përdor shumë yndyrë, në përgjithësi yndyra nuk më pëlqen dhe nuk është e mirë as për furrën. Dhe shumicën e rasteve për të ruajtur tavat ose furrën, vendos poshtë letërpjekje. Një ushqim i pastër duhet gatuar në një kuzhinë të pastër dhe ky është parimi numër 1 në kuzhinë. Të përshëndes.